këtë këngë të bukur që i dedikohet Prizreni për bukuritë e tij, do t'ja shtojmë edhe këto pamje që tash mund t'i shikoni nga mbeturinat e ndryshme të cilat janë hedhur nga qytetarët e pandërgjegjshëm këtu në urën e cila e ndan lagjen Tusus me lagjen Bajramçurri. Në këtë zonë të Prizrenit janë hedhur gjësende nga më të ndryshmet. Material ndërtimor, ka mobilje, ka mbeturina të vëllimshme dhe është shumë gjë e shëmtuar që vazhdimisht Lumbardhi dhe pjesa më madhe e Prizrenit po ngulfatet nga mbeturinat. Nuk kryen punë as apelet, nuk po kryen punë as dënimet sporadiket her pas hershme e që janë të rralla ndaj keqbërësve cilët po ndotin ambientin, ndaj të cilëve po ndotin lument. Gjithashtu edhe komuna në vazhdimsi, pas që kemi trajtuar shumë rastet e këtilla, ka ndërmarrë iniciativa dhe i ka pastruar ambientet ku janë hedhur mbeturina, prap se prap gjendja shihet se është edhe më rënduar. Ju ftoj të ndiqni pamjet cilat nuk dojnë koment.